Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi këtu së bashku për të diskutuar një nga të tjera tema të aktualitetit në këtë emision. Sot do të flasim për një temë e cila ka të bëjë pikërisht me ngjarjet aktuale që lidhen në aktualitetin shqiptar dhe ja kemi vënë titullin Shteti kundër kombit. Jo në çdo vend të botës shtetet mundohen që të punojnë për vendin e tyre, për progresin e shtetit të tyre dhe për kombet e tyre për të ecur përpara. Kurse në Shqipëri fatkeqësisht po ndodhe kundërta. Për ta trajtuar këtë emision për më gjerë, kemi ftuar në studio zotin Agron Dalipaj, i cili është dhe një studiues dhe një etimolog i gjuhës shqipe. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zoti Agron. Përshëndetje dhe faleminderit që më ftuat sërish, është kënaqësi të jem me ju. Sepse mundem të them gjërat ashtu si i mendoj, edhe të flas edhe për shikuesit tuaj që më ndjekin. Jo vetëm unë, po dhe publiku e ka vërejtur që ju jeni i drejt për drejt dhe nuk keni ekuivoke në mbajtje krash dhe thoni të vërtetën ashtu siç ajo është. Dhe kjo është një gjë e mirë, pak a shumë kështu duhen thënë gjërat, sepse ndryshe nuk mund të përparojnë. Mirë po, që të futemi në emision, duan të na bësh një përkufizim, çfarë është kombi, pse ju mendoni që shteti është kundër kombit? Ne jemi edhe shtet, edhe komb. Por, siç dihet nga të gjithë, një pjesë e madhe e kombit ton është jashtë shtetit shqiptar. Tashmë ne kemi 2 shtete që janë nga një komb, por gjithsesi një pjesë e madhe popullsisë, pjesa më e madhe është jashtë këtyre 2 shteteve. Në përgjithësi komb është një përzierje fisesh të një etnie, e cila krijon një lidhje që quhet komb dhe ka edhe atë kuptimin e asaj që ne themi u lidhu bë komb, dhe komb do thotë këmbej, domethënë një mas fisesh të cilat bëhen miks, trazohen mes tyre dhe krijojnë një lidhje të qëndrueshme, kanë të njëjta tradita, kanë të njëjtën gjuhë dhe kështu quhen komb. Pyetja juaj është paksa e fortë, që do të thotë pse shteti është kundër kombit. Pse? Në fakt, po të shikosh historinë e shqiptarëve të kombit shqiptar, ne me zor na lejuan të kemi një shtet. Ne kemi qenë një hapësirë e madhe, mund të thuash mbi rreth 90.000 kilometra katror, por dikur mund të kemi qenë edhe më shumë, por në fazat e fundit që ra perandoria osmane, ne u sulmuam sikur të ishim osman, sikur të ishim pjesë e asaj perandorie, dhe u coptuam si asnjë komb tjetër në botë. Dhe kjo është edhe një nga arsyet që ai që sot quhet Ballkan është thjesht i trazuar për çështjet etnive, dhe sapo ne u bëm komb, ju e dini fare mirë se 2 kulturat më të lashta të Europës mbaren ajo e Romës edhe Athinës, por se për ne shqiptarët që ngelëm një shtet i vogël, me pjesën më të madhe të kombit jashtë, u krijua një shkencë që quhej albanologji. Frika e Europës ishte që shqiptarët të mos bëheshin prapë bashkë, të mos kenë më kufit e tyre natyror, dhe ajo që mund t'i ringjallte kufit natyror dhe ëndrrën e tyre për t'u ribashkuar në formën më organike dhe më të natyrshme, ishte ndjenja kombëtare. Dhe kështu, ndërsa nuk kemi një shkencë që të quhet elinologji ose latinologji, për shqiptarët zgjodhen të krijojnë një shkencë që quhet albanologji. Dhe në fakt, krijimi i shkencës së albanologjisë me kast ishte me qëllim të kundërt. Jo për të nxjerrë vlerat e kombit shqiptar. Jo për t'i përhapur ato. Kjo albanologji zyrtare që kemi sot, që nga krijimi i saj, në fakt është një anti-albanologji. Po flasim për albanologjinë brenda vendit, brenda Shqipërisë. Dhe po të shohim, albanologjia zyrtare e Tiranës u mbështet që në fillim në tezat slave, të Miklosiçi, që është slav dhe që ende e quajnë si babajnë e albanologjisë, kur si të tillë ne kemi Deradën.
me shumë vepra. Por se, për të luftuar në thelb deri në palc kombin shqiptar, duhej një tjetër ideologji për albanologjinë e re që u krijua. Dhe që në fillimet e saj, albanologjia zyrtare u mbështet, u drejtua në fakt, për të mbështetur në tezat slave mbi origjinën e shqiptarëve dhe gjuhën e tyre. Gjuha është elementi thelbësor që i përshfaq shqiptarët si komb. Dhe si duket, slavët e kanë studiuar më herët se cila është arma më e fortë e shqiptarëve. Dhe pikërisht të gjitha sulmet u përqendruan pikërisht tek gjuha shqipe, jo rastësisht. E para katedër e gjuhës shqipe në botë është krijuar në Beograd. Është krijuar në shtetin i cili ka kryer disa gjenocide mbi shqiptarët. Dhe kështu ata për të luftuar shqiptarët duhet të luftonin edhe gjuhën shqipe. Një shqiptar pa gjuhën e tij nuk është më shqiptar. Ju e dini se si kaluan shqiptarët në Jugosllavi, derisa u ose dhe helm në shkollat e tyre. Sepse nuk donin kurrë që shqiptari i arsimuar ishte shumë më i frikshëm se sa një shqiptar me armë. Ata e kanë thënë vetë. Dhe ata krijuan një albanologji zyrtare e cila komandonte edhe albanologjinë zyrtare të Tiranës. Tani, si mund të themi që shteti shqiptar është kundër kombit shqiptar? Kjo është e vërtetë. Albanologjia zyrtare e Tiranës, përfundimet e saj janë që shqiptarët nuk kanë gjuhë të tyre. Dhe madje është dhe një fakt, sepse në Akademinë Serbe të albanologjisë në Beograd është Anila Omari, që ende paguhet prej serbëve, me sa di. Unë nuk e di nëse ajo paguhet prej serbëve, por shumë vepra të saj... Si akademike e albanologjisë në Beograd. Shumë vepra të saj merren si referenca nga autor anti-shqiptar serb. Bile Omari ka bërë një libër Marrëdhëniet gjuhësore shqiptaro-serbe. Vetë zonja Omari ka shkëputur Shqipes mbi 1000 fjalë për t'ia quajtur sikur ne I kemi marrë nga serbët, por që mos të largohemi nga tema që është shteti shqiptar kundër kombit shqiptar. Ne kemi një periudhë në kohën e Ahmet Zogut, I cili pagoi historian të huaj për të nxjerrë identitetin e kombit shqiptar dhe ne dim historinë e Milan Shuflejt, të cilin serbët e vranë pikërisht për këtë arsye. Këta serbë që vranë Milan Shuflejn, një albanolog të shquar, cili bëri kërkime dhe vepra të shquara, por një pjesë e veprave ata ja zhdukën, është ky shtet serb I cili interesin për identitetin kombëtar të shqiptarëve për ta varrosur atë është interesuar vazhdimisht. Me librin e fundit etimologjik të Kolet Stopallit, shqipja rezultonte 93% e huazuar. Por me librin e fundit, fjalori I turqizmave në gjuhën shqipe të dal nga Akademia e Shkencave e Kosovës, shqipja shfaqet 97% e huazuar. Tani gjuhës shqipe I kanë ngelur edhe 3% të fjalëve për t'ia shkombëtarizuar. Në këtë përpjekje të botës slave kundër shqiptarëve, e cila synon që shqiptarët I paraqesin në botë si popull pa gjuhë, si popull I cili ka shpronësuar serbët nga Bregdeti ku janë sot shqiptarët, dhe këtë duan ta vërtetojnë me huazimet serbe në gjuhën shqipe. Kjo është një ideologji e pastër slave, serbo-slave për shqiptarët. Dhe ata kanë pasur akademik të shumt që kanë shkruar mijëra libra për të bindur botën që shqiptarët nuk janë autoktonë atje ku janë, nuk kanë gjuhë të tyre, kanë një gjuhë me mballoma
dhe këtë e kanë bërë duke vënë në punë akademikët shqiptarë të gjuhës. Kjo ka filluar me Qerem Çabejn. Kjo është ne keqja se kur akademikët tanë mbështesin këto tezat të tyre, atëre bota çfarë do bëj? Kjo gjë ka filluar së pari që të përdoren akademikët shqiptarë, ka filluar së pari me Qerem Çabejn. Pastaj është vazhduar me të tjerë si Anila Omari, është vazhduar me Kolet Stopallin, vazhdohet me Bardul Demirajn, i cili ka bërë një libër për etimologjinë e Shqipes që ka botuar në gjermanisht. Në dallim nga Topalli, ai e çon Shqipen 95% të huazuar. Dhe këtë libër e ka bërë në gjermanisht, por nuk guxon dot ta sjellin në Shqip. Ndërsa fjalori i fundit i dal nga Akademia e Shkencave e Kosovës e nxjerr Shqipen 97% të huazuar. Tani, pse shteti nga turqishtja? Jo, nga të gjitha gjuhët, sepse ky rrit huazimet turke në gjuhën shqipe dhe ky ka rritur me 9000 huazime të reja. Kur dolën turqit më valla në skemë? Shiko, këtë le ta trajtojmë më poshtë. Dakor. Çështja është, pse mund të themi ne me siguri që shteti shqiptar është kundër kombit shqiptar? Po. Këtë e themi sepse asnjë shteti shqiptar nuk ka ndryrë në Akademinë e Shkencave dhe të kërkoj hesap, sepse është një akademi ose institut i gjuhësisë, të cilat financohen nga taksat e shqiptarëve, të bëjnë kërkime për gjuhën shqipe, për identitetin kombëtar të shqiptarëve, dhe gjuha është ajo që zë pjesën më kryesore të identitetit kombëtar tonin. Dhe një shtet që hesht përballë këtyre gjërave, ose më saktë këtyre numrave që nxjerrin, përqindjeve të huazimeve në gjuhën shqipe, dhe nuk interesohet fare, në pamje nuk interesohet fare. Por e vërteta është që shteti shqiptar i financon, dhe me taksat tona të shqiptarëve financohet një punë antikombëtare e mirëfillt. Asnjë akademik nuk do guxonte pa urdhrin e shtetit ta bënte këtë gjë. Dhe kjo është e vërtetë që thoni. Imagjino sikur një gjuhëtar serb të nxirrte që 10% e fjalëve të serbishtes vinë nga shqipja, që nuk do gënjente. Unë së afërmi do nxjerr një fjalor etimologjik të serbishtes dhe do vërtetoj të kundërtën e asaj që bën zonja Omari, e cila në fakt përveç se nxjerr fjalor huazimesh të gjuhës shqipe nga serbishtja, kur këto gjëra dalin, ajo është e pazonja të mbrojë veten e vet. Sepse ajo që ka bërë nuk është punë shkencore dhe në përballje me një etimolog të vërtet, ajo nuk mund të mbrojë asnjë nga ato që ajo i quan huazime serbe në gjuhën shqipe. E njëjta gjë ndodh me Kolet Stopallin, i cili në gjalljet e tij nuk arriti kurrë të mbrojë një nga etimologjitë e tij, edhe pse unë e denoncova publikisht me shumë shkrime që vepra e tij etimologjia e gjuhës shqipe ishte një vepër jo shkencore dhe antikombëtare. Akuza ime është shumë e rëndë, si për Omarin, si për Topallin. Të dy ata kanë për recenzent njëri tjetrin, që kjo është një shkelje në shkencë. Pas tij vjen Bardul Demiraj, edhe ky ka bërë të njëjtën gjë si ata, dhe kemi dhe profesor Recep Ismailin, i cili edhe ai ka rritur huazimet serbe në gjuhën shqipe, dhe ndaj këtij fenomeni unë reagova me një shkrim shumë të gjatë që u botua dhe te Gazeta Nacional, por ai heshti. Gjithashtu bëra një shkrim edhe për këtë fjalor të profesor Bardh Rrugovës, që ka rritur në mënyrë artificiale huazimet në gjuhën shqipe, dhe edhe ai hesht. Sepse të gjithë këta heshtin kanë një të përbashkët, sepse kur dele vërteta, gënjeshtra hesht. Pse themi ne që shteti është kundër kombit? Një shtet i cili bën se hir dhe financon shkombëtarizimin e gjuhës shqipe, financon rënimin e identitetit kombëtar të shqiptarëve, natyrisht që është një shtet antikombëtar. Unë nuk e di nëse shteti shqiptar financohet për të bërë këtë, por unë di fare mirë që shteti shqiptar nuk ka mbrojtur asnjë autor i cili ka vërtetuar të kundërtën e këtyre njerëzve që nxjin gjuhën shqipe. Shteti shqiptar është munduar të kërcënojë, të burgosi,
të bëj shantazh ndaj të gjithëve atyre që kanë ngritur zërin dhe kanë shkruar vepra që gjuha shqipe jo vetëm që nuk është gjuhë me kaq huazime sa thon këta, por është gjuhë origjine. Pse themi që shteti shqiptar është kundër kombit shqiptar? Shteti shqiptar ka fshehur të gjithë veprën filologjike të Deradës, i cili ka bërë vepra të mirëfillta, ka marrë pjesë në 3 kongrese botërore për gjuhën, një ka organizuar vetë dhe në këto kongrese ka mbrojtur tezën Shqipja është origjinë e gjuhëve indo-europiane. E gjithë kjo punë e Deradës është fshehur, sepse duhet të dilte puna e Miklosicit, e Mejerit dhe të tjerëve që e sjellin Shqipen gjuhë mballomash, gjuhë e cila nuk meriton të quhet gjuhë me aq shumë huazime që ka, dhe përjedhim popullin shqiptar që flet këtë gjuhë duhet ta përcaktojnë dhe ta përkufizojnë si një popull i cili nuk ka gjuhën e vet. Dhe këtë gjë e mbron dhe kultivon vetë shteti shqiptar. Po t'i referohemi Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, shumica e akademikëve atje nuk kuptohet se pse janë akademik. Ata nuk tregojnë doktoraturat e tyre. Një pjesë e akademikëve të gjuhës kanë mbrojtur doktoraturat dhe të profesorëve të gjuhës kanë mbrojtur doktoraturat me huazimet turke në gjuhën shqipe, huazimet greke në gjuhën shqipe, huazimet slave në gjuhën shqipe, huazimet latine në gjuhën shqipe, e kanë drejtuar të gjithë vëmendjen dhe aktivitetin që ta nxjerrin shqipen jo gjuhë natyrale, ta nxjerrin një gjuhë, krejt një gjuhë mballomash dhe me këtë t'u thonë shqiptarëve që ne, ju shqiptarë, nuk keni gjuhën tuaj. Dhe kombi shqiptar t'i tregojnë që nuk ka identitet dhe ky komb të shpërbëhet. Ky është drejtimi i shtetit shqiptar sepse këtë ka bërë deri tani dhe ka luftuar çdo autor tjetër siç ka qenë Pilika, Zhej, Manjani, sot diskreditojnë në mënyrën më të çuditshme një nga etruskologët më të mirë në botë, etruskologu Nikos Stilos. Bile Nikos Stilos për këtë libër më ka marrë në telefon dhe më ka thënë që disa fjalë që gjenden në këtë libër, si për shembull fjala Shahin, fjala Defter, fjala Liman, që këtu i quajnë turke, ai i ka gjetur që te Herodoti. Dhe më thot, nuk është e mundur, thot... Shumë kohë para të lidhjes e Turqia. Nuk është e mundur, thot, që këto fjalë që i gjejmë te Herodoti, që janë fjalë të mirëfillta shqipe, t'i kenë sjell turqit. Kjo është shumë e çuditshme, sepse këta njerëz nuk kanë as oponencë shkencore dhe nuk përgjigjen. Unë kam shkuar në një emision te Klan Kosova, sepse më thirrën se do kisha një përballje me autorin e këtij fjalori. Por kush e ka ndërtuar gramatikën e Turqisë? Sami Frashëri. Po, kjo dihet, turqishtja është vërtet një gjuhë mballomash, por si duket, sot ka një interes të jashtëzakonshëm të Turqisë që financon, besoj, fjalor të tillë për të treguar se shqiptarët një pjesë të madhe të fjalorit të tyre kanë nga turqishtja dhe për të na futur në ombrellën e ish-perandorisë otomane. Më tregon Nikos Stilos se ka qenë në një seminar që bëhet për gjuhën shqipe në Universitetin e Prishtinës, ku kumtues të ndryshëm dilnin dhe mbanin kumtesa që shqipja ka 33% të fjalorit nga slavishtja, dilte dikush tjetër, më ka thënë Nikua, thoshte ka 37% nga latinishtja, dilte dikush tjetër dhe thoshte 35% nga greqishtja, dhe duke mbledhur kështu, dola, tha Nikua, dhe mbajta dhe unë një fjalë dhe thash, duke qenë se Shqipja ka 33% nga turqishtja, 35% nga slavishtja, 37% nga latinishtja dhe 30% nga greqishtja, këtu del 140%. Dhe me njerë tha u qua një profesor, që besoj ka qenë ky Bardh Rugova, dhe u tha të pranishve që nuk keni pse merrni këtë zotërinë në konsiderat, sepse ky nuk është shkencor. Shkencor ishin ata që e nxirrnin Shqipjen 140% me huazime. Ka ndonjë shembull tjetër ku ndodh ky fenomen, Agron? Ka një shembull të kundërt.
duke qenë se Shqipja është gjuhë e origjinës, duke qenë se Shqipja në fakt, po ta themi me një term disi të çuditshëm, është një gjuhë përbindësh. Pse i them që Shqipja është një gjuhë përbindësh? Shqipja është e aftë të etimologojë fjalët e saj, dhe Shqipja është e aftë të etimologojë dhe fjalët e gjuhëve të tjera indo-europiane. Kjo do të thotë që Shqipja plotëson kushtet për të qenë origjinë e gjuhëve indo-europiane. Në fakt, në bazë të një parimi të cilin unë e kam zbuluar, ky parim përcakton se fjala i takon gjuhës në të cilën ajo tregon etimologjinë. Dhe unë mund të marr me mira fjalë që ne nuk i kemi në gjuhën shqipe, por të cilat kur u bëjmë etimologjinë referojnë të gjitha të gjuha shqipe. Kjo do të thotë që Shqipja ka qenë gjuha më e madhe, gjuha e stërmadhe e përbashkët e para antikitetit, nga e cila lindën gjuhët e tjera në kohën kur lindi shkrimi. Sepse fjalorët e cunguar që u dhanë pjesëve të ndryshme të popullsisë që fliste të njëjtën gjuhë, fjalorët alfabetet e cunguara cunguan dhe gjuhën e shkruar, dhe gjuha e shkruar e cunguar u bë normë në gjuhën e folur. Çka ndodh në fakt? Pse ne jemi në gjendje, për shembull, unë jam në gjendje të mbroj tezën se Shqipja është origjinë e gjuhëve indo-europiane. Nëse mund të shkruaj diçka, nëse me një rreth të madh bëjmë kohën, për afërsisht kohën, kur fliteshin gjuhët, por nuk shkruheshin. Dhe kjo kohë zë mbi 95% të gjuhës. Këtu bëjmë një rreth tjetër që tregojmë që koha në të cilën flitet gjuha është kjo. Gjuhëtarët duan të na shpjegojnë fjalët që janë krijuar në këtë kohë nëpërmjet dokumentave të kësaj kohe. Çka ndodh? Ka shumë fjalë që na vijnë nga koha e parashkrimit, koha e para antikitetit. Për shembull, na vijnë mitologjit, na vijnë emrat e personazheve mitologjik. Odiseu, Akili, Priami, me radhë, Sirenat, Prometeu. Këto emra pranohen që janë krijuar në kohën para se të lindte shkrimi. Dhe gjuhëtarët, të gjithë gjuhëtarët europian, amerikan, nuk merren fare me këto emra, sepse për këto emra nuk ka dokument. Dhe ata nuk munden që me këtë periudhën që është shkruar gjuha të etimologojnë emrat e personazheve mitik. Çka ndodh? Nëse do merrni në konsiderat që gjuha e folur zë 95 mbi 95% të periudhës së gjuhës, atëherë si do t'i etimologonim fjalët që janë krijuar para se të krijohej shkrimi? Dhe ata nuk merren fare me këtë periudhë. I pari autor që është marrë me etimologjinë e personazheve mitologjik jam unë. Dhe ajo që bëra më çuditi, sepse me parimet që kisha zbuluar për të etimologuar fjalët e kësaj periudhe, ato më vletën që të etimologoj dhe emrat e personazheve mitologjik edhe biblik, që do t'i nxjerr në një libër të ardhshëm. Kjo do të thotë që parimet me të cilat unë operoj për të gjetur etimologjinë e fjalëve vlejnë për të dyja periudhat. Jo vetëm për njërën. Por, ajo që ne e dim fare mirë, gjuhësia krahasuese që merret me këtë periudhë, nuk respekton parimet etimologjike. Kjo gjuhësi nuk pranon parimin morfologjik. Pranon vetëm parimin fonetik. Por është si të vësh dikë me një këmbë në një maraton dhe ti thuash të dalë i pari. Në mungesë të një këmbe ai nuk mund dalë kurrë i pari. Dhe në mungesë të parimeve etimologjike, gjuhësia zyrtare ose zyrtare nuk mund të arrijë rezultate. Çka ndodh? Njerëz si unë, studiues si unë, luftohemi rrept. Kështu
Kështu është luftuar Petrozhej. Kështu luftohet sot Nikos Tilos. Kështu luftohem unë. Ju të gjithë e dini që vitin e kaluar u bë një peticion me 200 akademik dhe doktor profesor që i kërkonin Parlamentit të Shqipërisë, AMës dhe Ministrisë Arsimit që Agronda Lipaj mos të shfaqet në media. Nga këta 200 akademik, edhe profesor, doktor, do të mjaftonte vetëm njëri. Të ishte poshtë një etimologji timen dhe unë fshihem, nuk dalë më në sipërfaqe. Por kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh sepse unë i kam bezdisur ata me kërkesat e mia për oponentës të rrept shkencore. Sepse unë e di fare mirë që shumica e tyre nuk kanë aftësi, jo shumica e tyre, të gjithë ata nuk kanë aftësi të rrëzojnë një etimologji të Agronda Lipajt. Në qoftë se ata do të dilnin përballë një tabele dhe përballë një auditori, natyrisht ata nuk duhet të dilnin më. Po, rada për ju. Po, në fakt, kjo linjë antikombëtare është sporadike, është rastësi e veçantë, apo është sistem? Në qoftë se i marrim në kompleks, e thash dhe më përpara që të gjithë akademikët e gjuhës, profesorët e gjuhës, shumica e doktoraturave të tyre janë në kërkimin e huazimeve në gjuhën shqipe. Kjo do të thotë është një linjë drejtuar për ta zhgryer gjuhën shqipe dhe shkencërisht ta quajnë gjuhë të huazuar dhe popullin shqiptar ta përcaktojnë si një popull pa identitet, një popull që nuk ka gjuhën e vet, nuk ka identitet. Ky ndoshta është dhe qëllimi i sistemi antikombëtar apo? Kjo gjë është në sistem. Dhe kjo gjë kuptohet që është në sistem kur shikohet se si reagon sistemi ndaj atyre që nxjerrin të vërtetën. Sistemi reagoi në tuf, ajo që quhet ajka e intelektualizmit shqiptar, u mblodh si listë me 200 veta dhe kërkuan, bën peticion dhe kërkuan që ndaj meje të bëhet çka? Censur. Si është e mundur 200 veta të mblidhen bashkë me tituj që i fillojnë këtej dhe i mbarojnë mbrapa kurizit, ndaj një njeriu që s'ka asnjë titull. Mua shpesh më drejtojnë në rrugë profesor. Unë nuk kam asnjë titull zyrtar si profesor. E them me shumë respekt këtë, edhe me modesti, unë nuk kam asnjë titull. Por populli shqiptar ka kuptuar që Agronda Lipaj na tregon të vërtetën. Agronda Lipaj tregon se si është krijuar fjala. Po, kemi ndonjë akademik pozitiv që mund të merret për shembull aktualisht Shqipëri, Kosovë? Kemi ndonjë individ? Nga këta zyrtarët. Nga këta zyrtarët, po? Kemi një. Por nuk ka lindur akoma. S'ka lindur akoma. Pritet. Qa thua, mo? Tani është krijuar përshtypja që akademik shqiptar i gjuhës ose historisë është çdo njeri i shkolluar mirë, i cili po të paguhet punon kundër kombit vet. Të tillë kemi Shaban Sinani. Është antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Shaban Sinani, i financuar nga Irani, për 10 vjet botoi revistën Perla dhe në atë revistë botoi rreth 10.000 huazime të gjuhës shqipe nga persishtja. Natyrisht dihet dhe kompania iraniane që e financoi dhe shefi i asaj kompanie. Ky njeri botoi fjalorin e persizmave në gjuhën shqipe të Tahir Dizdarit. Nuk ishte botuar ndonjëherë. Tahir Dizdari është njeri pa shkollën përkatëse. Nuk ka mbaruar ai njeri, nuk ka studiuar përgjuhësi. Dhe vetëm se ai njeri kishte përgatitur me hamendjen e vet ose me i paguar rreth 4500 orientalizma në gjuhën shqipe, ky njeri, i cili nuk i shkollë përkatëse përgjuhësi, sot merret si referencë shkencore. Ndërsa Agronda Lipaj, i cili është diplomuar përgjuhësi, quhet sharlatan, më quajnë, nuk duan të tregojnë që unë jam diplomuar përgjuhësi, por thonë është agronom, është veteriner, është zooteknik, është i pa shkollë, është çka nuk thonë,
por e din fare mirë që vërtet më përjashtuan përjetësisht nga Universiteti Fanoli në Korçë, sepse bëra oponencën shkencore për Çabejn, por e din dhe fare mirë që unë me vendim të gjykatës lartë e mora diplomën pikërisht në atë shkollë. Pse? Se ky sistem, që ju pyesni si vepron sistemi kundër kombit, është ky sistem që ndërkohë shpërblen të gjithë ata që punojnë kundër gjuhës shqipe, denigrojnë të gjithë ata që punojnë pro gjuhës shqipe. Dhe kjo është e vërtetuar katërcifërisht. Dhe që të ndryshojë ky sistem, duhet të ndryshojë politika. Kjo politikë që kemi sot, dhe ajo që kemi patur përpara, është politikë e cila drejtohet nga Beogradi. Sot kjo politikë drejtohet, ne dim fare mirë nga drejtohet nga Sorosi. Ne jemi realistë që këta vjedhin me qindra miliona euro, 700 milioni ka vjedhur Akshi, dhe dërgojnë gjoba për njerëz si unë. Më ka vënë gjoba, zotëri, për çështje të gjuhës. Të besoj se kam dhe në kuriz, po mos më ngacmona dhe tem të lutem. Ky është sistemi më antikombëtar i shqiptarëve. Një sistem që shkul rrënjët e veta, shkul rrënjët e kombit më të vjetër të Europës, është sistemi më armiqësor ndaj shqiptarëve. Po mirë, për sa ju mendoni se ky është një sistem antikombëtar, si mund ta kuptoj këtë gjë një qytetar i thjesht, pse politika qëndron neutrale ndaj këtij fenomeni? Politika në fakt duket sikur është neutrale. Por nuk është. Sepse po të shikojmë me kujdes, para një 4 vjetësh, Akademia e Shkencave e Shqipërisë ushtua me një listë të re, prej 32 akademikësh të rinj, listë që e solli kryeministri i Shqipërisë. Po të shikojmë, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, sot në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, sipas referencave nga një televizion në Kosovë, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë kemi agent të UDBA-s. Por kemi antarët Akademisë Shkencave Recep Çosen edhe Agim Vincën, të cilët në një televizion në Prishtinë, një punonjës, ish punonjës i UDBA-s që punonte në zyrat e UDBA-s si sekretar, tregoi që Recep Çosja dhe Agim Vinca kanë qenë në dokumentat si agent të bashkëpunëtor të UDBA-s dhe këta dy, sipas atij, spionuan Ali Hadrin edhe Ukshin Hotin. Ka kaluar, më duket, një vit e gjysmë dhe as Recep Çosja dhe as Agim Vinca nuk e përgënjeshtruan atë televizion dhe të dy këta janë antarë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Por nuk janë vetëm këta. Në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, sipas informacioneve që kam unë, ka dhe agent që kanë firmosur në zyrën numër 2 në Paris. Nuk është e rastit të shikosh se sa material shkencor është prodhuar kundër gjuhës shqipe. Kjo tregon që aty çdo gjë drejtohet nga Beogradi. Unë mendoj që albanologjia qëndron në një perusti, albanologjia zyrtare e Tiranës, qëndron në një perusti me 3 këmbë. Një këmbë në Beograd, një në Ankara, edhe një në Athinë. E kanë thënë shumë studios të pavarur. Është e frikshme që atje, për shembull, një akademik të punoj vërtet për kombin shqiptar, sepse mund ta sakatojnë. Mjerisht, institucioni më i rëndësishëm i identitetit kombëtar të shqiptarëve punon kundër kombit shqiptar, me bekimin e shtetit shqiptar, i cili hesht dhe miraton veprat e tyre. Edhe për më keq dënon dhe dëmton ata që po bëjnë atë që duhet bërë. Po mirë. A keni raste të tjera ku flasin qartë, ku shqipja po shkombëtarizohet? Është rasti i fundit. Deri tani ishin pranuar 4500 orientalizma. Dalja e këtij libri nga Akademia e Shkencave e Kosovës, e cila është
kopje identike e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nxjerr një libër jo vetëm që është jo shkencor, por është thellësisht antikombëtar. Antikombëtar. Unë do të doja që nga televizioni juaj t'i bëj thirrje profesor Bardh Rugova, të më pranoj të veten në Universitetin e Prishtinës, ku ai jep leksione, sepse ky është dhe antari i jashtëm i Akademisë Shkencave edhe të Arteve të Kosovës, dhe nëse ka burrërinë dhe ndershmërinë, të pranoj një oponencë dhe një ballafaqim në universitet, në Akademinë e Shkencave të Arteve të Kosovës, në një televizion. Ky njeri, pasi bëri këtë vepër antikombëtare, antishkencore, thellësisht kundër gjuhës shqipe, ky nuk mund të jetë dhe të vazhdoj ende të japi leksione studentëve shqiptar për gjuhën shqipe. Në ka njeri që është vetë shpallur armik i gjuhës shqipe është ky. Ky duhet të përgjigjet për këtë fjalor. Në qoftë se unë do të hap këtë fjalor, dhe do të lexoj se sa turqizma ky ka futur këtu. Për shembull, e diti fjalën belenxhik? Jo. Fjalën belesh e ke dëgjuar ndonjëherë të përdoret në shqip? Jo. Jo. Fjalën beleshkë? Jo. Belenxhi? Jo. Delenxhi po belenxhi. Jo. Belezik? Jo. Jo. Këto i bën fjalë shqipe ai? Jo, këto i quhen që janë fjalë që shqipja i përdor, i ka marrë nga turqistja. Po që nësi përdorin fare ato fjalë. Fjalën beltar, e ke dëgjuar ndonjëherë? Kur se kanë folur? Jo. As e di se çfarë. Fjalën bendi, e ke dëgjuar? Bendi. Po. Është një, e kam dëgjuar këtu në Gjirokastër, është një vend i quhet Bendi. Base. Por që nuk e di pse quhet Bendi, një lloj kodre ku po fjalën beteraç nuk e ke dëgjuar. Jo. Beshli? Jo. Besharet? Jo. Tani, po ta lexojmë tër fjalorin, 95% e këtij fjalori që ky e quan huazime në gjuhën shqipe, janë fjalë që nuk janë në gjuhën shqipe. Po, më fal, meqense ishte ajo fjala bendi, çfarë kuptimi i jep në shqip fjalës bendi ai? Që të kuptojmë nëse bëhet fjalë për të njëjtën fjalë apo mos është në një rastësi tjetër. Bend do të thotë shërbëtor, rob. Jo, është tjetër gjë. Është tjetër gjë. As që bëhet fjalë. Tani, ky zotëria mund të jetë edhe me origjinë turke, ose mund të jetë dy gjuhësh. Dhe gjithë fjalorin që ky e flet në shtëpi, nuk mund ta futi në një fjalor dhe të thotë shqiptarëve që këto janë turqizma në gjuhën shqipe. 95% e fjalëve që ky ka në këtë fjalor nuk i njeh asnjë shqiptar. Ose mund të njohin ca që din turqisht, siç njohim ne për shembull greqisht këtej nga jugu. Tani që po e mendoja, mos vjen nga i bindur? Jo. Një rob s'është i bindur, thjesht është i zën keq. Po dhe bindet. Pra, mund të vinë nga shqipja, jo turqisht janë. Jo, këtu ka shumë fjalë që edhe fjalë tjera që janë fjalë të shqipes, por që ky i quan turqizma. Si reagojnë akademikët të cilët ju i godisni përmes shkrimeve tuaja dhe emisioneve televizive? Ka ndonjë reagim prej tyre? Shiko, po të hapësh një fjalor të gjuhës shqipe, kur vetet e fjala sharlatan, thonë është njeri që gënjen publikun, sepse publiku është i panjohur me atë dukuri për të cilën ai flet, sharlatani, por kur publiku e merr vesh të vërtetën, sharlatani zhduket. Tani unë kam 20 vjet që kam birë në për ekranet e televizionëve dhe them që këta njerëz punojnë kundër gjuhës shqipe. Këtyre njerëzve që kanë gjithë ato tituj, u kërkoi oponencë të fortë shkencore. Këta njerëz nuk dalin asnjëherë në përballje, nuk më bëjnë asnjëherë oponencë. Këta në fakt, edhe ky, që quhet Bardh Rugova, është sharlatan. Është një njeri i zi që punon kundër gjuhës shqipe. Është njeri që ka frikë të përballet. A janë shqiptar këta, në fakt? Shiko, çdo njeri që punon kundër kombit shqiptar, mund të quhet përveç se tradhtar. Nuk mund ta quash. Ky njeri që fshihet, por unë do t'i vete në universitet. Unë do t'i vete mu të dere palatit,
ose kurron ai dhe do t'i kërkoj publikisht me megafon të vinë në përballje. Ky njeri nuk mund të marrë lek edhe të bëjë një fjalor të tillë kundër gjuhës shqipe. Është tmerr. Ky është më nxyrë kombëtare. Ky nuk mund të jetë më pedagog dhe t'u flasi studentëve për gjuhën shqipe, ky njeri që e nxjerr gjuhën shqipe. Ky nuk ka më moral të vejë në universitet. Universiteti ku është duhet të kërkojë llogari dhe të organizojë oponencë shkencore dhe ky duhet të përgjigjet. Nuk duhet të ketë më profesor të gjuhës shqipe që luftojnë gjuhën shqipe, që gryejnë gjuhën shqipe. Ky është një nga këta. Dhe unë nuk do ta lë me kaq. Do ta bëj mediatike, do breth në çdo televizion në Prishtinë dhe do ta ftoj në çdo televizion. Do organizoj shoqata në qoftë se Shteti i Kosovës nuk merr masa, në qoftë se Akademia e Shkencave e Kosovës nuk e heq këtë libër nga qarkullimi dhe nuk i bën oponencë të rrep shkencore. Është akoma në qarkullim libri? Po. Çuditshme. Se me sa di e keni goditur dhe në një media tjetër, po... Këtë libër e bleva në panairin e librit në Tiranë. E bleva në stendën, në stendën e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ky vërteton faktin se çdo profesor akademik shqiptar, po të paguhet nga të huajt, punon edhe kundër kombit shqiptar. Ky është treguesi më i madh se si luftohet Shqipja. Kur ju po thoshnit pak më parë për serbët që ishin shumë të informuar në mënyrën se si do godisnin shqiptarët, mua thjesht më erdhi në mendje përbërja e popullsisë së Serbisë që njëjtë si Greqia përbëhet në pjesën më të madhe prej shqiptarësh, të cilët janë asimiluar me dhunë, me hir apo me pahir. Dhe më mirë se një shqiptar, kush mund ta njohë veten e vet. Kështu që një pjesë e atyre njerëzve që kanë pranuar asimilimin me dëshirë, nuk po diskutoj ata që kanë pranuar me dhunë, por ata që kanë pranuar me dëshirë bëjnë edhe na këto lloj sharlatanizmash që ju e thatë. Njëri nga bashkautorët këtu që quhet Namiz Leshi, deri në vitin 1999 e ka gjetur deputeti i Kosovës në Parlamentin Jugosllav. Dhe nuk është të rastësi që ky njeri, i cili tani është në Amerikë, është bashkëautor me një antar të Akademisë së Shkencave të Kosovës. Ka qenë deputet në qeverinë jugoslave. Po. Ç'a pret më? Kjo i tregon të gjitha, i shpjegon të gjitha. Kjo i shpjegon të gjitha nëse merr librin në duar dhe lexon dhe kupton që se si është kombëtarizuar gjuha shqipe dhe si kanë rritur me kast huazimet turke në gjuhën shqipe. Në përmbyllje të këtij emisioni, Agron, nëse keni dhe diçka tjetër për të shtuar, për të përkufizuar? Unë në fakt dua t'i drejtohem Ministrisë Arsimit dhe të Kulturës në Shqipëri dhe atyre përgjegjësve në Kosovë që të paktën duke nisur nga ky libër të reagojnë dhe të marrin masa për të mbrojtur gjuhën shqipe. Dhe duke qenë se ky libër ka dalë nga një akademi shtetërore e shkencave, si të gjitha librat që kanë dalë në Shqipëri kundër gjuhës shqipe, të krijojnë komisione për të bërë një oponencë të rreptë shkencore për çdo botim i cili ka karakter të identitetit kombëtar të shqiptarëve dhe sidomos të gjuhës. Në rastin më të parë, u bë thirrje që vepra të tilla thellësisht antikombëtare, antishkencore, antishqiptare, jo vetëm të hiqen nga qarkullimi, por të mblidhet një komision rivlerësimi në të dy shtetet, pasi shtetet tona nuk mund të luftojnë identitetin ton. Nëse jemi në kondita të tilla ku të dy shtetet shqiptare luftojnë identitetin kombëtar të shqiptarëve, jemi shumë keq, jemi në pozitën më të keqe të mundshme. Çdo gjë e tillë që del nga këto dy akademi që çrrënjosin identitetin kombëtar të shqiptarëve, merret si referencë nga armiqtë tanë shekullor, siç janë serbët, grekët edhe të tjerë. Je i sigurt që ke trokitur në derën e dur, a do të kenë dëshirë ta bëjnë ata që vetë kanë shkatruar këtë gjë? Gjithsesi, mua më duhet ta them. Përndryshe, ne do t'i drejtohemi publikut shqiptar, sepse ne nuk mund ta lëmë çështjen e gjuhës, nuk mund t'u lëmë akademikëve të gjuhës që punojnë kundër interesave të kombit shqiptar. Unë do bëj përpjekjet e mia përpara se
përpara dy akademive dhe asaj të Prishtinës dhe asaj Tiranës të mblidhen mijëra njerëz dhe t'ua bëjmë të vështirë që ata të futen më në këto dy akademi. Ata kanë kaluar vijën e kuqe, aty ku preket shqiptari, dhe ku preken ata shqiptarë që janë helmuar, dhe unë do të gjej shqiptarët helmuar në shkollat e Prizrenit dhe do t'u çoj para Akademisë Shkencave të Kosovës, sepse helmi që erdhin të dy akademitë e Prishtinës dhe Tiranës është më vdekje prurës se sa helmi që hodhen serbët me gas në shkollat shqiptare. Agron, unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij emisioni dhe shpresojmë të jemi përsëri së bashku në herë të tjera. Edhe unë ju falenderoj, edhe me kënaqësi do vi sa herë që të më ftoni. Të dashur miq, më duhet të pranoj që ishte një nga temat më të dhimbshme që kanë drejtuar ndonjëherë gjatë gjithë periudhës që kanë drejtuar këtë televizion. Mirë po duhet thënë dhe duheshin sqaruar disa nga këto gjërat që u thanë, sepse në fund të fundit nëse nuk tregohen disa fakte, nuk ka se si të rregullohen në të ardhmen. Kështu që këtu do ta mbyllim për sot së bashku. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni dhe do të shihemi përsëri në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe mirupafshim.